Shkupi si qytet shqiptar dhe procesi i ndarjes së tij. Shkupi është një nga qytetet më të vjetra të Ballkanit dhe për shekuj me radhë ka qenë qendër shqiptare në përbërje etnike, gjuhë, ekonomi dhe kulturë. Kjo nuk është çështje ndjenje, por fakt historik i dokumentuar në burime osmane, europiane dhe në vetë strukturën urbane të qytetit. Përbërja etnike para shekullit të 20. Në periudhën osmane, sidomos nga shekulli 15 deri në fund të shekullit të 19, Shkupi ishte qytet me shumicë shqiptare muslimane, por dhe me shqiptar katolik dhe ortodoks. Regjistrimet osmane tregojnë se administrata lokale, tregtia dhe zanatet drejtoheshin kryesisht nga shqiptar. Fakte kryesore: shumica e zejtarëve në Qarshinë e Vjetër ishin shqiptar. Familje të mëdha tregtare mbanin emra shqiptar. Gjuha shqipe përdorej gjërësisht në treg, në jetën e përditshme dhe në administratën jo zyrtare. Shkupi ishte i lidhur natyrshëm me trevat shqiptare përreth: Karadakun, Pollogun, Dibrën dhe Kosovën. Qyteti nuk ishte periferi, ishte qendër. Shkupi si qendër shqiptare, kulturore dhe ekonomike. Shkupi ishte nyje tregtare mes Kosovës, Shqipërisë së Mesme dhe Maqedonisë Perëndimore. Karavanët kalonin nëpër të dhe shqiptarët kontrollonin rrugët tregtare, zejtarinë dhe tregjet. Argument urbanistik: Qarshia e Vjetër ka strukturë tipike qytetesh shqiptare osmane. Lagjet tradicionale shqiptare ishin të përqendruara rreth xhamive, haneve dhe tregjeve. Emërtimet e vjetra të lagjeve dhe familjeve janë dëshmi e vazhdimësisë shqiptare. Kthesa historike 1912-1913. Me luftrat ballkanike ndodhi ndryshimi brutal. Shkupi pushtohet nga ushtria serbe në vitin 1912. Ky është momenti vendimtar i ndarjes. Fakte historike: shqiptarët nuk u përfaqësuan në asnjë marrëveshje. Qyteti u dha mbretërisë serbe pa referendum dhe pa vullnet të popullsisë. Filloi menjëherë politika e spastrimit administrativ dhe demografik. Ky nuk ishte vetëm ndrim pushteti, ishte projekt shtetëror. Metodat e ndryshimit të strukturës etnike. Ndarja e Shkupit nga shqiptarët nuk ndodhi brenda natës. U realizua përmes disa fazave të qarta. Reprezalje dhe frikësi, burgosje të figurave shqiptare, ekzekutime pa gjyq, frikësim i familjeve të mëdha. Shpronësi. Tokat dhe pronat shqiptare konfiskohen. Shqiptarët humbin pronësinë në qendër të qytetit. Familjet të zhvendosen drejt periferisë ose detyrohen të ikin. Ndryshim kulturor. Ndalim i arsimit në gjuhën shqipe. Mbyllje shkollave dhe medreseve shqiptare. Ndryshim i emrave dhe toponimeve. Kolonizim. Vendosje popullsisë slave në lagjet e dikurshme shqiptare. Ndërtimi institucioneve shtetërore mbi pronat e konfiskuara. Këto janë metoda klasike të ndryshimit demografik të njohura në histori. Periudha jugoslave dhe thellimi i ndarjes. Gjatë Jugosllavisë, sidomos pas luftës së dytë botërore, shqiptarët në Shkup u trajtuan si pakicë pa dëshiruar. Fakte: përfaqësimi politik ishte minimal. Shqiptarët nuk lejoheshin në pozita kyçe. Gjuha shqipe nuk kishte status real në qytet. Shumë familje u detyruan të shpërngulen drejt Turqisë ose Kosovës. Qyteti u zhvillua, por jo për shqiptarët. Çfarë mbeti shqiptare? Edhe pse u shtypën, shqiptarët nuk u zhdukën. Argumentet i qarta. Qarshia e Vjetër ruan strukturën shqiptare. Lagjet periferike mbetën shqiptare. Kujtesa familjare ruan historinë e vërtetë. Dokumentet, varezat dhe objektet fetare flasin qartë. Shqiptarët mbetën si dëshmitar të qytetit që ishte i tyre. Përfundim historik.
Shkupi nuk u nda nga shqiptarët për shkak të emigrimit natyror. Nuk u nda për shkak të zhvillimit urban. U nda përmes së dhunës shtetërore, shpronësimit dhe fshirjes kulturore. Ky është fakt historik, jo interpretim emocional. Të flasësh për këtë nuk është urrëtie. Është drejtësi historike. Është rikthim i kujtesës sonte.